Është koha për intervistën e ditës, i ftuar në studio është Izet Mexhiti. Zoti Mexhiti, mirë se erdhët në Alsat. Mirë sugje, faleminderit për ftesë. Tashmë, zoti Mexhiti, jeni lider i Vlenit, do nëse jo zyrtarisht? Bashkëkryetar, parimisht, jemi dakordu, për modelin e bashkëkryetar, sepse kishë më shumë modele, më shumë opcione, kretë në funksion për gjithë modelin më të mirë, për të organizu një parti politike me gjitha njansa që duhet dhe pas shumë debatit, pas shumë argumentive pro dhe kontra, dakorduam që modeli më i përshtatshëm për Vlenin, pra rrisin... Tjetë me bashkëkryetar. Tjetë bashkëkryetar. Pra e pranoni... Bashkë me Bilal Kasami. Që njëri lider jeni ju, lideri tjetër është Bilal Kasami. Dhe për këtë më s'ka mos marrëveshje, keni ndarë. Jo, nuk ka mos marrëveshje. Për mbylljen e procesit të përformimit të Vlenit e kumtuat nga Kosova, simbolika e epopesë së UÇK-s është e madhe, por roli i kryeministrit Albin Kurti që të bëj bashk është tepër i madh. Sepse ai e ka fryrë këtë çështje si shumë. Ndryshimet në Kosovë kanë pas efektin e vetë edhe tek ndryshimet në kampusin politik shqiptar këtu në Maqedoni. Dhe është evidente, është e qartë publike që vetëvendosja është pjesë e Vlenit. Nëse kthehemi në retrospektiv, fillimisht ka qenë një koalicion Lën i quajtur, mandej Vlen. Pastaj Vlen. Edhe sot pra Bekim Qoku është edhe shef i grupit parlamentar, pra është pjesë përbërëse e Vlenit, po ashtu në kryesinë e ngushtë parashifet që t'jetë në pozitën e nënkryetarit. Nënkryetarit, do shkojmë një nga një zoti. Mirë po, nuk është ideja për të kontrollu ose për të ndiku, është me kadesh pra të ndihmon ndryshimin në skenën politike shqiptare në Maqedoni, të ketë një partner të rëndësishëm në Maqedoni, në trevat shqiptare, kretë kjo në funksion pra të sjelljes së ndryshimit. Dhe a janë harmonizuar gjitha dilemat që ekzistonin lidhur me funksionimin e Vlenit? Kur them dilemat e kam fjalën për funksionimin e leadershipit ta që do jenë dy bashkëkryetar, pozita e kryetarit më veçmë është e qartë, nën kryetarëve dhe sekretarit të përgjithshëm, ndarja e pozitave në organet partijake. Pra, parim jemi dakordu rreth ideologjisë së Vlenit, pra që do jetë më tepër qendër e djathtë, pra është rrisi në skenën politike. E dyta është përzgjedh pra modeli i leadershipit, që është po ashtu një rrisi përveç ndryshimeve, pra është edhe një lloj ndryshimi që nuk sjell pra karakteristike Vlenit është dialogu dhe jo vendimet autokrate, apo gjithçka të varet nga një person, nga një lider. E keni parasysh edhe pse është modeli bashkëkryetarëve, prapë brenda kryesisë së ngushtë, pra do vendoset me konsenzus, ose në rast se ka dhe dilemë, dallime, atëherë duhet shkohet me shumicë absolute, jo shumicë të thjeshtë, pra 4-1, ose në kuvend 2/3 e kuvendit. Kretë kjo në funksion të demokratizimit të skenës politike, pra më tepër të jepet pesh ides, të jepet programit, platformës dhe jo individit. Pra dhe tjetra për cilën jemi dakordu është që gjitha subjektet që janë brenda Vlenit pra të shkrihen dhe Vlenit të jetë një subjekt politik. Pra jo të jetë një lloj koalicioni apo ambrelle politike, edhe pse deri tash në këtë 2 cikle zgjedhore ka treguar sukses, ka demonstruar, ka rezultuar me fitore edhe në zgjedhjet parlamentare edhe lokale. Po shkrirjen e keni paralajmëruar tani më një kohë po këto ishin para kushtet për të ardhurit e shkrirjes. Dhe është përfundimtare. Dhe e fundit pra është formohet një grup pune, grupi ekspertëve, të cilët do punojnë në operacionalizimin e këtyre parimeve dhe se si do duken strukturat, organet, programi i ri, platforma e re kështu me radhë. Po është përfundimtare që Ilir Demiri dhe Bekim Qoku do të jenë nënkryetar të partisë së re Vlen dhe Bekim Sali sekretar
I përgjithshëm, pra kur jemi tek ndarja pozitave? Parim, do më thonë, çdo subjekt është i përfshim brenda vlenit, ato që janë pjesë përbërëse e vlenit, pra duke përfshirë LDN dhe Besën me bashkëkryetar, Bekim Sali me alternativën sekretar general, edhe Alianca për Shqiptarët dhe Vetëvendosja do janë me nënkryetar. Që do të thotë Ilir Demiri dhe Bekim Qoku nënkryetar, Bekim Sali sekretari i përgjithshëm. Fjala e fundit edhe vetë subjektit para se të shkrihet kanë delegon. Do të thonë se aty kemi 2 deputet, 2 figura të rëndësishme, është edhe Ilir Demiri dhe Mimoza Musa. Pra, si ta kuptojmë zoti Mexhiti, që përfundimtare nuk është Ilir Demiri, mund të jetë Mimoza Musa apo si? Për Bekim Qokun mund ta kuptojmë se është përfundimtare mbas. Po mirë, Vetëvendosja edhe nuk ka strukturim, domethënë është Bekim Qoku është si përfaqësues i kryeministit Albin Kurti dhe nuk kanë bërë me kërkesën tonë, pra nuk kanë bërë strukturim të vetëvendosjes. Vetëvendosja është më tepër si frim që e ka ndihmuar procesin dhe ndryshimet. Aty e qartë, pra Bekim Qoku nënkryetar, ndërsa brenda aleancës, domethënë presim përfundimtarën qëndrimin nga Zita do jetë Ilir aleanca. Demiri apo Mimoza Musa? Po mos ta paragjykoj, domethënë po njëri do jetë. Thatë që vetëvendosja s'ka strukturim këtu, megjithatë a do të ketë edhe vetëvendosja 20%, edhe pse nuk ishte e regjistruar si subjekt i veçantë, ka vetëm një deputet, ka vetëm një drejtor në një ndërmarrje, pra ndërmarrje në publike të radiodifuzione. Ta pra gjithë do jemi vlen. Pra, më tepër do janë kriteret në Komisionin Kadrovik kualitativ, përgatitje arsimore, përgatitje domethënë profesionale, dhe më pak e rëndësishme është se kush nga vjen se ta shetutje pra gjithë do jemi vlen. Po besoj do keni një ndarje. Po me siguri ajo, do të jenë vetëm figura në njërës apo tjetër. Derisa të shkrihet mirë ato vijat, mendoj që do ketë mirë, po intenca është që këto vijat të shkrihen dhe të jetë vleni një. Pikërisht do të shkrihen 20% secila strikt përfshi dhe vetëvendosjen. Po, vetëvendosja është partneri barabartë. Partneri barabartë. Folët edhe për rolin e Kurtit pak më herët, por a është kumbar i këtij koalicioni edhe kryeministri i Maqedonisë Veriut Kristian Mickovski, apo kumbar i partisë Vlen? Ne me Kristian Mickovski dhe përmërë dhe përmënen jemi partner në qeveri, komunikojmë ato për idejt, për projektet, për politika dhe më thonë e qeverisë, dhe këtë bashkëpunim kemi demonstru që bazohet dhe më thonë në projekte konkrete, si që është rasti i kampusit universitarët dhe i shumë rasteve tjera. Po është kumbar? Po pa ndërhyjë dhe më thonë as ne tek ata, as ato tek ne. Vleni është autokton, Vleni sjell vendimet në mënyrë autoktone, vetë-vetiu dhe debatet kanë qenë brenda Vlenit dhe strikt vetëm brenda Vlenit. Nëse nuk është kumbar zoti Mexhiti, është i lumtur që Vleni po bëhet subjekt i bashkuar politik dhe nuk do të ketë më nevojë të koordinohet me 4 ose 5 subjekte si pjesë e koalicionit Vlen. Tash nuk mund t'ja lexoj mendimet, po atë që e shpreh, domethënë është i lumtur, për shkak se do të ketë më qartë, domethënë që nuk do humb shumë kohë dhe energji duke biseduar me secilin lider veç e veç për një çështje. I njëjti problem ka qenë edhe me basinë ndërkombëtare, të cilët është dashur pra të komunikojnë me liderët e Vlenit dhe në fund ka pasur edhe disonanca dhe dallime dhe kjo e ka komplikuar, ka vështirësuar komunikimin. Mendoj që kjo i konvenon pra edhe partnerit në qeveri, i konvenon edhe basisë ndërkombëtare, po edhe shqiptarët në Maqedoni, pra nëse më herët ka qenë imperativ bashkimi i opozitës dhe momentin që u bashku opozita u shndru në opozitë, edhe tash pra kërkesa e votuesve, e shqiptarëve në përgjithësi ka qenë që të bëhemi bashkë, të bëhemi një, sepse kjo më tepër faktor shkojnë në këtë drejtim, Vleni një me një zë, pra ka më tepër fuqi absorbuese, të merë elektorat nga neutral dhe nga opozita e tanishme. Vleni një është më faktor në brenda qeverisë, Vleni një është më faktor në region dhe vis-a-vis faktorin ndërkombëtar, do të thonë për shkak se Vleni edhe kështu si umbrella apo si koalicion demonstroi që ka sukses. Mirëpo ne duam të Vlenin ta përgatisim pra për sfidat e së ardhmes, sfidat e ndryshimeve kushtetuese, integrimit të vendit. Po hapni edhe temën e ndryshimeve kushtetuese, e kishit prioritet, por ne nuk pam asgjë në atë drejtim.
e kishit premtim kryesor, nuk pam asgjë në atë drejtim, sepse dua më shumë të fokusohem tek vleni parti politike. Një për arsyeve së argumenteve është pikërisht kjo që vlenin ta bëjmë një që me një zë mendoj që do jemi me potencë më të fuqishëm politikisht. Foton numër 1, regjia ta shohim së bashku me zotin Mexhiti në prekaz dhe më pas në takimin me Kurtin, nga ku përcollët edhe përsin vleni 1. Munguan 2 figura të rëndësishme të vlenit, zëvendës kryeministri Arben Petaj dhe ministri i politikës sociale Fatmir Limani. Asnjëri, as tjetri nuk ishin të pranishëm. Për momentin edhe njëri edhe tjetri janë jashtë vendit dhe normal se cilin me detyrat e veta në asnjë moment rrallë ndodhë ose asnjëherë që gjithë jenë bashkë. Ka dhe figura tjera që nuk janë prezent atje. Janë zyrtar të lartë. Po mirë, ka... Janë jashtë vendit, zotë Mexhiti, apo jashtë vlenit? Ka deputet jashtë vendit, më thënë njëri në Belgjik, tjetëri në Zvicër. Ato janë pjesë e vlenit, janë themelues të vlenit, janë kontribues, të vlenit dhe janë brenda vlenit. Janë brenda vlenit. Foto numër 2, ju lutem regjia, po kemi statusin e zotit Limani, i cili ka bërë një postim të gjatë, por tani për hir të kohës nuk do të lexojmë tërin. Në të midis tjera shkruan, guri prekazit i njeh mirë, edhe ata që u përgjigjen me pushk, edhe ata që vinë me duart në xhepa. Aludimi zotit Mexhiti është për ju që në prekaz keni shkuar me duart në xhepa? Nuk e di, duhet më mirë të aftoni Fatmirin dhe ta elaboron. Është ministri juaj në qeveri. Nëse është ende? I ka mendojnë filozofike dhe i ka matranda. Është mirë të aftoni Fatmirin të sqaron vetë. Po jo, sepse është ministri juaj, ende po mirë, do më thonë, nësë është ministri, nuk është ushtarë, do më thonë, ka mendimet e veta, ka dikun pajtohemi, dikun s'pajtohemi. Dhe këto mos pajtima janë shtuar kohët të fundit? Nuk e besoj. Mendoj që vleni një ka përkrajnë absolute të gjitha subjekteve politike që kanë funksionuar në brenda vlenit, të pjesës dërmuese, reflektimi dhe në opinion është shumë pozitiv, pra ka qenë një kërkesë e kakmoqe elektoratit dhe mendoj që ato që kanë kontribuar në këtë vlen, mendoj që do jenë prap pjesë e vlenit. Do t'jenë prap. Dua dalte një çështje tjetër, një pyetje lidhur me një premtim politik që e keni bërë, ndërtimi i kampusit të Universitetit Nën Tereza, si ndodhi që shuma për ndërtimin e tij nga 34.5 milion euro të rritet në 42 milion euro. Fotoja s'na duhet tani. Shuma do rritet ndoshta deri në 60 milion euro. Për shkak se bëhet fjalë për një kampus modern, i cili ka duke filluar nga amfiteatrat deri tek pishina dhe salla sportive, me gjitha elementet që i ka. Është një prokurim, domethënë, kornis, i cili pra nuk parashef që ta ketë buxhetin aty për aty që të hapet prokurimi. Mjafton, domethënë, një pjesë e shumës, mirë po është garanca e qeverisë që erë mbrapa për të qëndruar mbrapa këtij projekti. Për tjetrën, për detajet, ato diftoni, dhe më thonë... Jo, sepse thoni që shuma mund të rritet në 60 milion euro, ndërsa në buxhetin për këtë vit nuk ishin të parashikuar fondet për ndërtimin e tij. Cila do t'jetë zgjidhja në këtë rast? Dhe më thonë, se përket shumës, në momentin se ky mohabeti për Universitetin Nën Tereza është shumë më i vjetër. Edhe atëherë kur është projektu, kur kemi pas një projekt ideor, shumat e ndërtimit ka qenë krejtësisht ndryshe dhe sot janë këtë ndryshe. Më thënë ka lëviz shmimet e hekurit ato. Dhe do ndryshon dhe mirë që ndryshon, po atë që du të potencoj është investimi, se mund të shkon edhe deri në 60 milion euro, është me shumë përgjegjësi e them që është investimi më i madh në arsimin shqip pres ekziston Maqedonia. Qoftë ajo e komunizmit, qoftë Maqedonia pluraliste, nuk njeh kësi investimi, domethënë, në arsimin shqip. Arsimin e lartë shqip, edhe në arsimin shqip. E para. E dyta, kjo është sa e përket shumës. Ndërsa për shkak që nuk janë parapame, nuk shifen mjetet, për shkak se kjo është projekt që do zgjat me disa vite, dhe është zgjedhur një procedurë ligjore e prokurorimit, që është i thënë prokurorimi kornis. Dhe aty nuk është e obligueshme të
të shifën mjetët të Pra, gjitha 60 të milion. parashikohen fondet në buxhetin, projekt buxhetin Po, ashtu si shtetëror. lëviz puna, ashtu e mbështet qeveria. Po, është garancë e qeverisë, domethënë kur hapet një prokurim i këtillë. Me vetë prezencën e tij, pra edhe të kryeministrit, edhe të ministrit së arsimit, edhe të krejt qeverisë, edhe njerë u dëshmu dhe u betonu, domethënë për kraja që është për Universitetin Shqip Nën Tereza në Shkup. Deka e Bodis në Çajir, me cilën keni udhëhequr gjatë kohë në të kaluarën, deklaroi se me këtë ritëm të financimit, kampusi nuk mund të përfundoj në vitin 2029. Ai do të përfundoj në vitin 2061. Kështu ja akuzoi. Më thonë, unë e kuptoj që opozita edhe duhet kritikon, edhe nuk pres që ato duen të dalin dhe të duhet trokisin, po ndonjëherë duhet të dalin nga vetvetja, se nuk janë në vitë e detyrës, pra kur për gjithë shkave mendojnë se duhet të flasin keq. Në rastet të këtilla, kur ndodh investimi historik, investimi më i madh në arsimin shqip, mendoj që në këto raste opozita duhet të tekalon vetveten dhe duhet të thotë që kjo punë është e mirë. Mund ta kritikojmë Blenin për këtë, për diçka tjetër, për të tretën, për të katërtën, po për këtë rast pra mendoj që është dashur të dalim nga vetvetja dhe ta pranojnë që kjo punë është historike, kjo punë pra kontribon në arsimin shqip, në kualitetin e arsimit shqip dhe kushtet për studentët shqiptarë. Për fund, Dhe zoti... them me shumë përgjithësi, pra që nuk mban ajo, se nuk i kanë mirë matematika. Pra, thoni do përfundojnë 2029 dhe jo 2061. Thoni se investim historik, megjithatë në tabelën e vënies së gur themelit, janë vërejtur gabimet trashënike gjyqësore. Besoj keni parë, nëse jo foton numër 3, ju lutem regjia, nëse mund ta shohim së bashku. Besoj keni hasur këto, zoti Mexhiti, më kryesori universiteti, shkruhet universiteti, fakulteti shkencave njerëzore, mungo në ja fakulteti i juridikës. Keni përgjithësi lidhur me këto lëshime gjyqësore dhe sa është gjyqësor është edhe organizativ dhe politik? Jo, mendoj që politika nuk ka të bëjë me këtë. Politika, si zëvendës kryeministër, ku po përpjekje pra që Universiteti Nën Tereza të jetë në prioritetet më të larta të qeverisë, të ndahen 40 apo 60 milion euro për ndërtimin e kampusit universitar, ndërsa universiteti ka autonominë e vet dhe ne respektojmë atë autonomi të tyre dhe përgjithësinë dhe kualitetin duhet të punojnë vetë. Mirë, po kjo është një detaj, një gabim teknik, mendoj që i ndërmarrjes e cila ka bëu me siguri Google Translate. Dhe pse duhet bëhet gabim teknik, ndërmarrja që kurse sepse megjithatë sa është gjyqësor është edhe organizativ dhe politik. Minora në krahasim me veprën që bëhet. Zoti Mexhiti, faleminderit që sonte ishit në Alsat. Faleminderit për hapësirën.